www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zë krishter në shtëpinë tënde. Liturgjia e orëve. Qoftë lëvduar Jezu Krishti për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit apo mëngjesorën. Sot është e kremte dhe përkujtojmë e të gjithë shenjtërit. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e shpirtit shejt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Jezus shpërblyesi shekullit, për krah mendim të shëlbuesit dhe u lince e drejtë e hyjit, kërko shpëtim për të mjerët. Të gjitha vallet e engjive dhe qetat e patriarkëve dhe nderet e profetëve për ne të kërkojnë falje. Paraardhësit pagzori dhe mbajtësi i qelsave qellore, me gjitha postët e tjerë, të na zgjidhin prangat e krimit. Kori i shenjtë i martirëve, dëshmimi i priftërinjve dhe pastërtia virgjërore nga ne i shlefshin mëkatet. Dhe lutjet e murgarve dhe mbar banorët e qiellit, të premtojnë me kushte e lutje, të kërkojnë çmimin e jetës. Ty Krisht të qoftë lavdia, me atin bashkë dhe shpirtin, që me dritë mrekullueshme, për herë të gëzojnë shenjtrit. Amen. Antifona e parë. Në mbretërinë e qiellit është banesa e shejtërve. Pushimi i tyre është amshimi. Aleluja. Psalmi 63. Shpirti i hetshëm për hyjin. O hyjim jeti, qysh në agim të kërkoj. Ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron mishi im, si toka e shkret, e that, e pa ujë. Kështu erdha në shetrorën tënde për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime, prandaj do të brohoras në hijen e krave të tu. Shpirti im u mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. në mbretërinë e qiellit është banesa e shejtërve, pushimi i tyre është amshimi. Aleluja. Antifona 2. Shenjtrit e Zotit, bekojeni Zotin në amshim. Kënga Danielit profet, kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diell e hën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa bekojeni Zotin.
Të gjitha ju o erëra bekojeni Zotin. Zjarë nxehtësi bekojeni Zotin. Acar e vap bekojeni Zotin. Vesë e brym bekojeni Zotin. Akull e cegëm bekojeni Zotin. Breshra e borëra bekojeni Zotin. Net e ditë bekojeni Zotin. Drita e rësirë bekojeni Zotin. Vetëtima e re bekojeni Zotin. Toka e bekovët Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lumejnë bekojni Zotin. Bekojeni burime Zotin. E përbindësh e gjithë shka lëviznë e ujra bekojni Zotin. Të gjithë shpendët e qiellit bekojeni Zotin. Kafshë e ekra shtëpiake bekojni Zotin. Bijtë e njeriut bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërin të Zotit bekojni Zotin. Shërbëtorët e Zotit bekojeni Zotin. Shpirtra e frymë të drejtëve bekojni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael bekojni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë atin e birin e shpirtin shenjt. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuari e ti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Shenjtrit e Zotit bekojeni Zotin në amshim. Antifona 3. Lavdi o qoftë miqve të hyjit, populli që është afër tij, nderu qoftë të gjithë shenjtërve të tij. Psalmi 149. Festa miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesi të vet, bijtë e Sionit t'i brorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle. Le t'i bie në nder të tij, tupanit e citarës. Sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brohorasin nga shtrojat e veta. E paqin lavdinë e Zotit në gojë, e shpatën dyfteshe në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për t'u dhënë popujve ndëshkim. Për t'i lidhur mbretërit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar. Ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. lavdi u qoftë miqve të hyjit, populli që është afër tij, nderu qoftë të gjithë shenjtërve të tij. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Efesianëve kapitulli parë rreshtat 17 dhe 18. Pyji i Zotit ton Jezu Krishtit, ati i lavdis t'ju jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë, t'ju jap syve të zemrës suaj dritë që të mund ta kuptoni shpresën e madhe që e jep thirrja e tij, begatinë e pakufishme të trashëgimit të tij ndër shenjtër. Përgjigja e shkurtër. Jeni të lumtur në Zotin, galdoni o të drejtë. Jeni të lumtur në Zotin, galdoni o të drejtë. Besimtar të Zotit, brohoritni me gëzim. Galdoni o të drejtë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Jeni të lumtur në Zotin, galdoni o të drejtë. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Sikur dielli do të shkëlqejnë të drejtët në mbretërinë e Atit, Aleluja. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. sikur se premtoi ka herë.
me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që u premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të shliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh, do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyji do ta shërboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. sikur dielli do të shkëlqejë të drejtët në mbretërinë e Atit. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Me gëzim t'i lutemi Zotit, kurores së të gjithë shenjtërve. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. O Zot, burim i shenjtërisë, ti bën që mrekullitë e hirit tënd të madh të shndërrisin në shenjtër. Bëj që në ta të shohim shenjën e fuqisë dhe të dashurisë sate. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. O Zot i amshuar dhe plot provani, në shenjtër na e tregon shëmbëlesën e birit tënd, bëj që nëpërmjet tyre edhe ne t'i arrijmë njësisë me Krishtin. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. Mbret qiellor, ti në përndjekësit besnik të Krishtit, në nxit që më vrap të shkojmë drejt qytetit qiellor. Bëj që prej tyre të mësojmë një rrugë më të sigurt, në për të cilën mund të arrijmë tek ti. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. O Zot, ti në flinë e eukaristike më fort na ofron me banorët qiellor, rrite për shpirtrin ton që sa më shumë të bëhemi të ngjashëm me ta. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. Atyn që je në qiell, u shenjtroft e mryt, art mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy i gjithë pushtetshëm dhe i mshuar, ti na dhe hirin t'i nderojmë meritat e të gjithë shenjtërve në një festë të vetme. Ndërmjetësinë e përbashkët të gjithëve, na dhuro mëshirën tënde të pakufi, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues, ju njoftojmë se në orën 11 Radio Maria Kosovës do të transmetoj drejt për drejt meshën nga famullia e Zymit. Mund të na ndiqni përmes valëve tona të Radio Maris dhe në rrjetet tona sociale në Facebook dhe YouTube. Mesha shenjë do të kremtohet në orën 11:30. Kudo qofshi, qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.